Imi po thoni institucioneve të Maqedonisë Veriut ndaj shqiptarëve? Absolutisht po. Domethënë ju keni generalet kryesor të ushtrisë të cilët janë degraduar. Keni 3 agjencitë e sigurimit. Agjencia e zbulimit për herë të parë pas 20 viteve nuk ka as drejtor, as zëvendës drejtor është shqiptar. Gjithmonë njëri prej tyre ka qenë. Agjencia e zbulimit ushtarak, nga as drejtora, zëvendës drejtora, as nga drejtoritë të cilat janë brenda janë pastruar për shqiptarë. Dhe kjo i shqetëson shqiptarët, pse ju e pastroni sistemin e sigurisë nga shqiptarët, cili është mosbesimi apo është në një planifikim tjetër. Mira, mund të na zbërtheni pak më shumë, se mbase dikush nga vlen do thoshte po mund të jetë edhe rastishme se të janë punësuar në sektor të tjerë. Pse është kjo kaq e rëndësishme që shqiptar të jenë në krye të institucioneve të tilla? Për shkak se fillimisht ne në vitin 2001 Maqedonia e Veriut, shteti aso koha, Akademia e Shkencave kishte ofruar ndarjen e vendit. Ushtria Studimtare Kombëtare, pjesa shqiptare, bashkë me faktorin ndërkombëtare refuzuan si koncept tillë. Edhe ne them, do jetojmë me një shtëpi të përbashkët, mirë po me disa kushte. 3 prej shtyllave kryesore të asaj marrëveshje patësore kanë qenë një autonomia në vendimarrje. Shqiptarët vendosin vetë për përfaqësuesit e tyre. Shtylla e dytë, ne kemi të drejtë të vetos për ligje të cilët kanë të bëjnë me çështjen shqiptare, por edhe në punësime kemi të drejtë veto. Këto i kemi quajtur badenter dhe balanser. Dhe shtylla e tretë e kësaj marrëveshje ka qenë gjua shqipe zyrtare në nivel shteti. Po dhe këto është prekur edhe çështja e gjuhës shqipe. Në një, nuk u respektua autonomia e vendimarrjes. Në qeveri u fut partia e cila humbi të shqiptarët për të treguar se ju nuk keni popull shtetformues që vendosni vetë, po jam unë, partia Maqedone e cila zgjedh përfaqësuesit e mi. Ky është koncept që ne kemi parë në Kosovë në vitet e 90-ta, kur nga Beogradi përcaktoheshin liderët shqiptar. Dhe fati atij koncepti u tregua se është i dështuar. Në ndy rënuan balansuesin, këtë kalkulatorin i cili përcaktonte, dhe tash secili drejtori, i cili nuk është shqiptar ose ministër, bën punësime 30-0, bile edhe në Gostivar, në Diber, në Kërçov, ku popullata është dominante shqiptare, punësimet e fundit janë 23-0, 17-0, 14-0, dhe kemi një rënje të dukshme të përfaqësimit drejt. Dhe e treta, po rënohet gjua shqipe. Po rënohet inspektorati, i cili është organ ekzekutiv për të implementuar, dhe gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim nëjnet dispozitat kryesore të ligjit. Prandaj po them se është një çështje sistematike për të rënuar marrëveshjen patësore të Ohrit, e cila ka garantuar status të veçantë të popullit shqiptar atje për ta shndruar atë në një pakicë. BDI ka qenë parti fituese tek shqiptarët e Maqedonisë, por pastaj kaloi në opozitë, dim historinë se si rrodhen gjërat, po ku është faktori shqiptar? Ku është vlenin këtë rast që po lejon nëse fotografia që po e përshkruani ju është kaq herët? Nëse jeni në qeveri për shkak se ju ka zgjedh kryeministri e jo pse keni fituar të shqiptarët, ju nuk keni pozicion të ngritni zërin. Për shkak se ai ju përgjigjet në çdo kërkesë tuaj, ju thot ju të rini urt, për shkak se unë nuk kam zgjedhur juve. Ju nuk keni ardhur këtu me mandat të popullit shqiptar. Në dy, ato janë 3-4 fraksione të partive politike të cilat më shumë harxojnë energji në luftën mes vete se sa në ballafaqësimin dhe flasim për vlenën. Plas për vlenën. Domethënë janë 3-4 fraksione heterogjene, të cilët nuk mund bashkë të bëjnë një takim pa konfliktet mbrëmshme, dhe kjo natyrisht se ta merr gjithë energjinë për të ballafaquar me ta. Dhe e treta, mungesa e guximit dhe eksperiencës institucionale për të marrë me një sistem të vështirë siç është atje. Edhe natyrisht se këtu ka mungesë. BDI po e bën rolin e vet. BDI edhe pse ka fituar vullnetin shqiptar në këto zgjedhje me një dallim të madh, do thoja, ndaj oponentit politik, mirë po instalimi i konceptit se partia politike maqedone vendos edhe për përfaqësuesin shqiptar është rënimi i shtyllës kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Ju në Vjesht mund të keni me 12 tetor njëjtë si në Kosovë zgjedhjet lokale apo do jenë një javë pas? Kjo nuk ka shumë rëndësi, po si besoni që do të reflektoj kjo gjendje tek zgjedhjet lokale, meqense nga njëherë çështjet nacionale dhe këto lokale ju domosdoshmë çdo herë lidhe me njëra. Atje unë do kisha dashur që tema të jetë zgjedhjet lokale, komunale, nevojat e njerëzve. Por atje zgjedhjet janë shndruar në referendum. Ne në zgjedhjet e ardhshme kemi referendum ndërmjet konceptit të vazalitetit,
ku keni parti shqiptare të cilët janë në shërbim të partive politike maqedone për të realizuar interesat e tyre të diskriminimit dhe marginalizimit institucional dhe konceptit të dignitetit institucional të cilit ky front kombëtar, se ju e dini që tash partit politike më të mëdha janë bërë pjesë e një frontit kombëtar, e fronti kombëtar është bërë pjesë e frontit evropian dhe unë besoj që këto zgjedhje do jenë referendum për të rënuar konceptin e vazalitetit atje. Pse nuk po e eksploatoni politikisht ju këtë situatë, pra duke përdorur edhe aspektet etnike për të fituar në zgjedhje? Ne jo që eksploatojmë, ne kemi domosdo të trajtojmë çështjet etnike, për shkak se po u rënua marrëveshja patësore e Ohrit, ne kthehemi në pozitën e para vitit 2001 dhe këtu humb kohezioni i brendshëm, paqja, stabiliteti i Maqedonisë Veriut bazohet mbi marrëdhëniet ndëretnike dhe ata që pak e njohin politikën atje e dinë se sa janë të rëndësishme marrëdhëniet ndëretnike. Këtu ka një agresion të papar ndaj marrëdhënieve ndëretnike dhe ndaj statusit të shqiptarëve atje dhe prandaj ne kemi patjetër që t'i ngritim këto çështje dhe por njerëzit janë duke i ngritur në shtëpitë e tyre. Domethënë ka një frustrim kolektiv të shqiptarëve të cilët nuk ndihen më zot në shtëpitë vet. Ideja e punës tonë në të kaluarën ishte t'i bëjmë shqiptarët zot në shtëpinë e vet. Tash shqiptarët ndihen në Çiraxhi, në qytetar të rendit dytë, ku duhet njëherë të vendosim patronët e shtetit për fatin e Çiraxhive. E pam që Arben Taravari është ministër i shëndetësisë, një nga figurat më markante, le të themi, të Vlenit u largua nga pozita e tij. Nuk dihet ende krejtësisht qartë cili do të jetë pozicioni i tij, por ishte një goditje e rëndë për Vlenin kjo. Kur e thonte BDI-ja, ata thonin këta po ankohen për shkak se janë në opozitë. Po kur Arben Taravari lëshoi pozicionin komod të ministrit dhe të shumë drejtorëve me mesazhin se po ndihemi të poshtruar, po ndihemi të nënçmuar atje, ai vetë tregon se qeveria para se të mbajmë mbledhjen formale, ministrat e VMRO-s mblidhen 2 orë para, marrin vendimet dhe pastaj vetëm formalisht i kalojnë në pjesën ku janë ministrat shqiptar. Nuk është ky dinjiteti institucional për cilën ne kemi luftuar dhe kemi përpjekur këto 20 vitet e fundit. Ne e kemi lënë këtë qeveri me kryeministër shqiptar, me ministër të jashtëm, ministër të financave, me 10 ministra shqiptar nga 20 ministra në përgjithësi dhe tash kemi ardhur në situatë ku vetë ministri i shëndetësisë thotë unë ndihemi poshtruar dhe jam i detyruar të dalë në opozit që mos normalizojmë një situatë të tillë. Një ndër gjërat tjera që më la përshtypje